unë kam ti me biqë është në Shëbaj jeton. Ka kriju familja atje. Dhe një dite kur po flitë që për Edi Ramën, unë sigurisht si i qi konservatori që jam, unë kishe vërejtje për ato veshjet e ti ekstravagante, për ato këpucët. Atletet. E bardha. Mërë babë, tha. E ke gabit, tha, se këtu në Amerikë, tha, këtu, tha, i kanë qef këto gjëra, thon, sa burë, ky qeka, tha. Ky qeka. Kështu që për të bërë për vete ata të jashmit, nuk është dhe aq përgjithësi e madhe sa kujtojnë ne. Shumë interesante. Po tjetër? Ambasador në Turqi, ambasada jonë në Turqi. Si ishin ato 5 vite për ju, profesor, në Turqi, në Ankara? Ato kanë qenë vite të këndshme, tha të drejtën. Kishin një të metë ato vite, sepse nga mjezi e djeri në darkë të thrisin shkëllqesi. Dhe unë po i thoshe një ditë ati sekretarit dytë, Dies Past. Ore, tha, po ne i thash, unë edhe një vit të do mbushet mendje me gjithpen që jam shkëllqesise. Mendje i thash është kokër misri. Kështu që po të flasë, po të njësh vazhdimisht shtet, të mbushet mendje, thu vëllai, kështu që kam. Në Shqipëri, jo ambasador, po president të kesh qenë, kryeminist të kesh qenë, sa rega fiku, s'ta vërshëllet me njeri. Nuk pyet kush je. Shumë e bukur kjo. Konkretisht del le kam me kësi atje pi verë këtu ke liqeni, ka jo kafja me perde betoni, jesh. Se je fjeri? Kryeministri? Nuk e je po njeri. Aleksandr Mekës. Ta pysh milet që ka lërru, kush është ky? Se di, ku di. Ta që ka dhe i farë ignorancë për politikët që mu më bën për shtypje. Me qëra rasti po e theksoj këte një dite që 29 nëntori. Një nga ato vajzat e Top Channelit me mikrofon kapja dhe kësheshi Skënderbej një djallë të ri, tha, më falë, tha, a e di që datë është sot? Po, thaj, që datë është sot? 29 nëntori, tha. Po në qëta të kujtojnë, po, është festa shqirimit, tha. Po kush e qëtiroj, tha, Shqipëri, partizanët, tha. Po mirë, po, ga kush e qëtiroj partizanët, tha. Shqipëri? A i deti, po vendone. Po që, nga Turqit, tha. Nga Turqit? Nga Turqit. Nga Turqit, tha. Qeshja i këtutje. Me një fjalë, niveli i njohurive të një pjesë të rrisë, u them për gjithë, po të një pjesë të rive është i pabesueshëm në sensi negativ. Ne kur ishim boshë aty, s'kishin libër pa lexu. Po si ka mundësi? Ky është analfabetizëm funksional. E po, ka rol të madh edhe këto televizionet e rrjetet sociale. Foto tjetër? Presidentët, e kalojmë këtë se ju e dhatë mendimin tuaj, apo kishit në... Okej, profesor, pse ju keni një afeksion për Dashenj, si politikan, si njeri? Tani, kur bisedum për çështjen e revoltës ushtarake në Shkollën e Bashkuar, 91. E 91. Tani, atje u ngrit trupa e gjithë studentëve ushtarak, që ajo nisma e madhe vullnetarë dhe Enverit, që ose të kujtohet. Po, që doni të vendosin busin. Të vendosin busin atje ku ishte. Kishte një bust atje në shkollë. Në shkollë, do ishin ta mersh që janë dhe tani. Po si ishte busta, ishte monument, duket. Ka qenë shtatore. Po, shtatore. Shtatore ka qenë. Kështu që si ishte shtatore aty, është ta mershin shtatore që janë dhe. Dhe bërti që Enver Hoxha. Laja u revoltu. Dhe Laja filloi të gjuhë me gur këta. U acaru situata dhe me acarimin e situatës këta i prelujin Laja. Shkollës bashkuar. I blokun e rrethun shkollën, i prenë edhe bukën, s'lan ushqimet që të shkojnë. I prenë edhe ligjen e energjisë, komponentin me një fjalë. Po. Ata metën
U acaru puna, fillun të shtënat nga shkolla, e cila doli më vonë që nuk ishin shti këta, po kishte ardhë reparti 326, kishte ardhë, kishte hy atje, ata kishin shti si përgjigje ndaj agresionit të lagjes, dhe nga të shtënat e këtyre kishte pas edhe viktima në lagje. Kjo kishte acaru situata akoma shumë, dhe Berisha i thot drejtuese së Degës Tiranës, që ishte Berita Shkupi, i Meshoqe, i thot, shko shif, thot, ç'po ndodhet atje. Edhe Berita mori 2 antarë të Degës, që ishte Dashamir Shehi, edhe një Mark Topallaj. Edhe shkuan aty për të bërë një bisedë, për të gjetë një zgjidhje të problemit. Mirë, po kishte zgjidhje aty, ishin ta carum të dyja palët. Ata shtinin me armë nga shkolla, se qishin këto se dinin, vonë u murveshje. Nuk ishin student. Nuk ishin se, e ja vërtetoi komandanti i shkollës. Edhe kjo tha, shkoj të përpiqe mos hy. Bile i thanë që mos se ata po shtin, joja dhe të shkoj, kjo duke mendu se është grua s'do ashtu. Me duart lartë, shkon drejt e këdera atje. Merita. Ai, daloj, thot ai eroja. Daloj atje ku je, thot, du thot bisedoj me komandantin, i thot. I thot Merita. I thot, prit atje, i thot ai. Shkojnë lajmërin komandantin, ka ardhur një nga PD-ja, thon, kështu. Futen brenda. Futet Berita me Dashin edhe me Mark Topallajin. Futet atje dhe takon komandantin gjithë atë komandën e drejtuese të Shkollës së Bashkuar. Ata ja shpjegojnë situatën, se si kishte ndodhur që këta gjunin me guri, kishin pre ushqimin e kupton. Nëse ishin marrë vesh me komandën dhe ai kishte shkruajt, ai unë harrova gazeta në shtëpi për fat të keq, se është një pjesë citat. Është shkruar në gazetë. Është shkruar në gazetë, e ka shkruar komandanti, e ka shkruar Archivon. Në gazetën sot. Do vi rasti mbase do ta tregoj, por nuk vlen tani për emisionin. S'ka problem. E ka shkruar më vonë ai. Edhe bit dakord. Komandanti ishte Arseni Stroka. Arseni Stroka. Ai. Arseni Stroka pa të shkruajt atje se si, nëse kjo ishte fazën e mëvonshme, edhe u sqaru puna, edhe me letër që çka kërkoshit me shkrim. Edhe doli Merita që andej me gjithë këta dy, me letër dorë që u arrit marrëveshja. Dhe u qetësua, do. U qetësuan punët. Mirë po, këto të lagjes, ishin çuna të ri, të revoltuar, se kishte pas edhe të vdek. Po, që vdiqe vajzë e vogël në balkon. Edhe kjo hypin kanë qenë sa tavolina guri aty. Që ose të kujtoj që Luri Shaje. Hypi baj tavolinës edhe tha, ja ku e ka letër, tha, që e ka shkruar. U turën disa nga ato të lagjes, hypën si për tavolinës, ja grisën letër, ja morën letër. Ja grisën letërën Meritës. Disa të bërtit, kjo është spihune, ka ra dakord me ata. E morën, ashtu i tha, ja, dakord, hajtë shkojmë ta bisedoj vetë, tha. Kërkoj 10 veta, tha, që shkojmë ty. Hajdeni, me që letra u grisë, hajdeni bisedoni vetë me komandantin. U turët, tha, gjithë me hy, me zi kufizova 10 veta. Nga ato më të flaktit. Merita bashkë, këta tjerë nuk ishin, bë. Po, Merita me këta 10, banor të lagjes, hyni ke komandanti. Atje u sqarun me komandantin, se si ishin punët e tek, a i tha që ne, tha, fisheket tonë janë manovra, tha, nuk janë fisheket luftarak. Do nuk ishin fisheket që ishin qulluar. Ishin gjuj të repartit 326. Të policisë, speciale. Kështu që u sqaru kjo që ne, koma por, tha, nërko, lajmërojshin që turba jashtë, po mundoj me shem murin, me hy, mrena në shkollë. Se jashtë vazhdonte acarimi, ndërkohë që këta po bisedonin për marrëveshje. Ndërkohë që këto po bisedonin atje mrenda, vjen Azem Hajdari me
Gramos Pashko. me Gramas Pashkët. Po? Vjen e Zemhajdari me Gramas Pashkët dhe fillojnë të bërtit ato, që janë këto bisedive me maskarej, kriminela, komunistë poshtë,